E kanë vetëm një enter. 15 sekonda. E kanë një enter, pam, edhe del. Fjala bie doganet, tatimet e kështu me radhë. Fjala bie kam qenë në nëntor që i kërkoi drejtorisë përgjithshme të tatimeve një informacion për një operacion që kanë ndërmarrë në territor dhe nuk e kam akoma këtë përgjigje sepse ai zotëria atje nuk do që ta japi këtë gjë. Pra, jemi ke pikat që i jepen 15 ditë afat. Nëse brenda 15 ditësh, unë duhet shkoj, nuk kthehet përgjigje, unë duhet shkoj ke kryetari i grupit, që kryetari i grupit të shkoj ke kryetari i kuvendit dhe t'i kërkoj kryetarit të kuvendit që t'i shkruaj institucionit që duhet kthej përgjigje. Dhe në qoftë se nuk kthen akoma edhe me kërkesë të kryetarit të kuvendit përgjigje, atëherë kryetari i kuvendit i drejtohet institucionit e përor, që mund të jetë kryeministri e kështu me radhë. Një sekond. Në momentin që nuk i vjen përgjigje kryetarit të kuvendit, ka rënë kuvendi. Ka rënë kuvendi. Dhe e dyta, kryetari i kuvendit nuk mund t'i drejtohet më një institucioni e përor të ekzekutivit sa kohë që kryetari i kuvendit është mbi ekzekutivin. Parlamenti, edhe në rang protokollar apo në rangun e institucioneve kushtetuese, është mbi ekzekutivin. Dhe aty thash, në qoftë se më dëgjoni mua, institucionet kanë vetëm një detyrë, të kthejnë përgjigje. Jo të mos kthejnë përgjigje, po të kthejnë përgjigje përkundrejt një deputeti që kërkon një informacion për punën e tyre. Dhe në fund fare vim tek një çështje që ka qenë e debatuar mes nesh prej muajsh, që në tetor, nëntor të vitit që shkoi, po kur në një debat që unë e kam kërkuar vazhdimisht në mbledhjet e grupit parlamentar, që për këto ndryshimet në rregullore duhet mbledhim grupin, t'ja prezantojmë edhe të diskutojmë. Ne sot kemi vajtur në atë mbledhjen e grupit parlamentar që keni aty mbrapa kurizit ju, kemi vajtur pa e njohur draftin. Pa e njohur draftin. Në orën 9:30, kur ne kemi hyrë atje, ne nuk dinim gjë, se cilat ishin ndore. Si? Nëse gazetare kemi patur draftin. Po tani urdhëro, ma thuaj ti si ka mundësi. Pra, jo, ne të poja them, e kemi patur draftin. Okej, më ne se kishim. Prandaj po ju flas me detaje se e kam lexuar. Unë deputeti i grupit parlamentar të Partisë Socialiste nuk e kam patur draftin dhe nuk kam patur djeni për përmbajtjen e ndryshimeve në rregullore deri në momentin që kryetari i grupit parlamentar erdhi dhe i bëri prezent grupit ndryshimet me gojë, as me shkrim. As me shkrim, me gojë. Dhe në këtë pikë normalisht që është diçka që duket që nuk funksionon. Në krahun tjetër, përqendrimi i instrumentit kontrollit parlamentar në një komision, natyrisht nuk është gjë e mirë. Sot, për raportimet e institucioneve të pavarura dhe kushtetuese apo të formuara me ligj që kanë ndodhur vazhdimisht pranë komisioneve përgjegjëse, ndahet përgjegjësia edhe me një komision tjetër, që është komisioni i mbikëqyrjes institucionale apo edhe nismave qytetare në këtë rast. Që do të thotë, institucioni i përfaqësuar nga drejtuesi i tij do të vinë në Komisionin e Ekonomisë edhe Financave, do të bëjë raportin aty, ne do bëjmë pyetje, do marrim përgjigje, do bëjmë diskutime, duhet hartojmë një rezolut dhe një raport të vlerësimit veprimtarisë punës komisionit që duhet t'ia çojmë komisionit tjetër. Dhe ky komisioni tjetër, në prani të drejtuesit të institucionit, duhet analizojë rezolutën tim. Me pak fjalë Erion, nëse ti do ishe tani në kuvend, do kishe votuar kundër kësaj rregullore. Po, patjetër. Ma kurseve një vot kundër, Sokol me që më thire. Kurseva e vot kundër, apo kurseva nga në përjashtim? Se zakonisht rregulli është që po votove kundër përjashtohesh. Jo, s'është shu rregulli. Nuk është shu rregulli. Këto kemi dëgjuar për një deputeten tuaj. Për një deputeten tuaj. Personin Spiropali kemi dëgjuar të paktën dhe të konfirmuar që është kërcënuar nga zoti Rama, që nëse do mbaj qëndrime të tilla do përjashtohet, do të kalojë të krahun tjetër. Jo për votën, nuk është thënë për votën. Zoti Spiropali është thënë për qëndrimet që kanë mbajtur në publik, lidhur me element posaçëm veprimtarisë së punës kuvendit dhe ka qenë diku ke 5 minuta kjo gjë në 4 orë gjysmë mbledhja mos e tepër. Se unë humba durimin e kohës, pastaj po merresha me celularin. Po them që ky është shqetësimi dhe që e thash edhe atje. Shiko, deputeti është sovran veprimtarinë e tij. Sigurisht. Edhe me kushtetutë, Dhe tërësia e sovranitetit të secilit deputet individualisht në një komision apo në sallën e kuvendit përbën sovranitetin e kuvendit. Tani, nuk mundet që një deputet, nuk është kërkuar as në kushtetutë, as në rregullore, as në ligje të tjera, një deputet të kontrollojë veprimtarinë e një deputeti tjetër. Nuk mundet, nuk ka gjas. Tani, e thash dhe atje dhe po shkojmë në një segment akoma dhe më të ngushtë. Çfarë do verifikoj ky, ose çfarë do shqyrtoj në rezolutën fjala bie për Bankën e Shqipërisë ky komisioni tjetër?
Ne kemi të bëjmë drejt për drejt atje me politikë monetar, me inflacion, e kështu me radhë. Çfarë do bëjë ai komisioni tjetër në këtë aspekt? Mendon se ai komisioni tjetër ka ekspert më të mirë se ata që janë Komisioni Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit? Apo se ekspertët e Bankës së Shqipërisë që kanë përpiluar ato politika dhe që vini ballafaqojnë me secilin prej nesh? Po në fund fare, unë mund të kem një qëndrim timin, edhe ideologjik, në raport me politikat caktuara që duhen bërë në tregje respektive. Po kush është ky komisioni tjetër që do thotë që kjo është shkruar në këtë rezolut, po ky është një qëndrim që na bie ndesh neve dhe ne do heqim këtë. Po kush është ky që do ta thotë këtë gjë? Shiko se kol. Ka ndodhur një gjë shumë e rëndë në fund vitin që shkoi. Ne bëm seanca dëgjimore të raportimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, edhe me Autoritetin e Konkurrencës, edhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Dhe hartuam 2 rezoluta që në gjykimin tim janë shumë të mira për të vendosur drejtësi në treg dhe barazi në treg dhe për të mbrojtur në fund fare konsumatorin, se për këtë janë tregjet dhe për këtë është edhe roli i deputetit të mbrojë konsumatorin në një treg që nuk funksionon siç duhet. A e dini që ato rezoluta nuk u miratuan? Nuk u futën fare në seancë plenare? Po mund ta di se e kanë bërë këtë pyetje edhe në grup parlamentar. Ore, kush e ndaloi këtë gjë? Kush i ndaloi rezolutat të vinin në komision? Mirë, dakord, nuk ishte nuk ishte zgjedhur ende kryetari i AMF-s dhe në krahun tjetër nuk ishte në territorin e Shqipërisë kryetari i Autoritetit të Konkurrencës. Po rezolutat kush i pengoi të votojnë? Vullneti politik i dikujt? Vullneti politik i dikujt? Po afërmend vullneti politik, po mua më duket që nuk është aq politik kur ka të bëjë me marrëdhënie të drejtë për drejta midis operatorëve në treg dhe konsumatorit. Dyshimi është korrupsioni. Është vullnet edhe ekonomik. Ashtu siç është edhe vullnet klientelist. E kështu me radhë. Tani, kjo historia që në momentin që je përballë një zgjedhje midis konsumatorit, që në këtë rast është qytetar, dhe sipërmarrësit atje, edhe duke prishur çdo lloj balance në favor të sipërmarrësit, nuk shkon më sot. Nuk shkon. Zgjidhet kjo gjëja me këto ndryshimet në rregullore? Jo, nuk zgjidhet, se kjo është çështje e një vullneti politik. E zgjidhim ne këtë gjë? Jo, nuk e zgjidhim. Jo, ne kontrollojmë veprimtarinë e një komisioni nga një komision tjetër. Kjo është gjë. Erion, ti je eksponent politik i Partisë Socialiste nga Parlamenti 96, pavarësisht se ty hyre 97-ën, për arsye që dihen, dhe ke qenë pozita të rëndësishme drejtuese politike, ke qenë zëvendës kryeministër i Republikës. Mbas 30 vjetësh, fiks pas 30 vjetësh, kur flet kështu për te temi pasionit, sensit drejtësisë, të qenit një deputet i lidhur me njerëzit, me votuesit, se këtë e shoh dhe vetja ime, unë profesionin tim. Në një moment, e di se më duket sikur të ka lodhur pak parlamentin. Jo, më ka mërzitur. Që më mërzit. E reflekton këtë, e reflekton atë ditën që ti thua, Shiko, Sokol, më mirë tiki. Kam vënë re 2 gjëra. Që në gjykimin tim janë shumë të rëndësishme. E para mbi gjitha një përpjekje konstante për ta shkëputur deputetin nga territori elektoral i tij. Kjo është po ndodhe dhe tani. Që nga 2008, që nga ndryshimi gjithçka dhe vazhdon, është një proces. Mirë, po unë kam bërë shkollë tjetër. Unë kam bërë shkollën, po e përsëris prapë të Gramoz Ruçit që lidhjen e deputetit me territorin e kishte prioritet. Domethënë, ata njerëz atje dinin se kë kishin kandidat për deputet, dinin se kë do votonin, dhe natyrisht në fund fare, pasi dilte rezultate, dinin edhe se kush ishte deputeti. Dhe unë këtë punë e kam mësuar në territor Sokol, nuk e kam mësuar gjykun tjetër. Tani, kjo që po ndodh edhe në Tiranë, që deputeti shkëputat, lëvizet, edhe pse ka vetëm një vit që është votuar, dhe nuk është votuar pak, është votuar me 25.000. Në shkuptën që në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e reja. Jam Sokol, unë jam deputet i njësisë numër 5, se s'ma heq dot njëri këtë tagër, për shkak se ma dhanë ata njerëzit atje. Por, në krahun tjetër, unë nuk jam drejtues politik në njësi numër 5. Ka të tjerë që drejtojnë politikisht njësi numër 5 dhe mundohen të sillen si deputet tani në njësi numër 5. Por kjo është një çështje fare periferike, sepse unë do vazhdoj ta bëj deputetin, jo vetëm atje në njësi numër 5, por në gjithë Tiranën. Ditë për ditë, ashtu siç unë di ta bëj, pa shitur ajër, po duke qenë prezent atje ku është halli dhe shqetësimi i tyre. Pra ky është një element. Elementi i dytë
pastaj që në gjykimin tim prap nuk shkon, prap nuk shkon, është relativizimi i rolit të deputetit. Ose, nuk është thënë tamam kështu, po ajo që më lën mua të kuptoj është kjo, që deputet nuk je për të menduar, po je për të votuar. Unë këtë se pranoj do. Po mas 30 vjetëve, me të në vërtetën, nëse o ta bëhe do isha unë i pari që do të nga smoja pak. Por, duke që ti e ke bërë jo vetëm unë, Sokol. Nuk duhet ta bëjnë as ata deputet e rinj që kanë ardhur në sallën e kuvendit. Edhe ata duhet mendojnë dhe të kemë fjalën e tyre dhe zërin e tyre. Tani nuk shkon të diskutohet për rregulloren dhe në atë sallë atje flasin vetëm 3 vetë. Taulan Balla që është kryetari i grupit, unë dhe Ulsi Maja. 3. Vetëm 3 vetë. Dhe kur ka nisur mbledhja, nuk ishte as 20% e grupit parlamentar aty. Pastaj erdhën në radhë tjerë me radhë dhe unë jam i bindur që edhe në kushte flasim për 2 persona që kanë obligimin të flasin, njëri kryetari i Komisionit Ligjeve, që sigurisht pozicion shumë i rëndësishëm, dhe tjetri është kryetari i grupit parlamentar, që i pra i flet e pozicion. Ndërkohë deputet nuk shkon pra jeni vetëm ju. Po nuk shkon që të jetë kështu. Duhet të jetë ndryshe. Nëse ne duam përfshirje, apo duam një gjallëri në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, duhet i përfshim debatat. Duhet i përfshim. Dhe në qoftë se duam një karrierë të gjatë, sepse me thonë drejtën, çdo gjë vjen vetvetiu në një fund. Pra, në qoftë se ne duam të lëmë një Parti Socialiste të shëndetshme, duhet që ta nxisim këtë debatin atje. Dhe e fundit gjë që duhet ta them. Po patjetër, se e thash edhe në një mbledhje para kësaj. Shiko, un kam menduar që të bëj një punë tjetër. Patjetër, edhe do ta bëj atë punën tjetër. Dhe në këtë pikë mendoj edhe çfarë do lë pas. Edhe lidhet drejt për drejt me atë këshillën që e mbaj këtu në vesh nga Gramoz Ruçi.